nëse unë kam sugjerim, ta them sugjerim, për drejtuesin e rikthyer të grupit parlamentar të Partisë Socialiste është të japi liri deputetëve dhe të kërkoj një proces dialogu me qeverinë. Jo thjesht dhe vetëm rreshti. Qeveria propozon, unë duhet ta votoj. Se e kam dëgjuar këtë. Kështu siç po ta them. Rreshti është vendim politik, rreshti. Ç'do të thonë kjo? Ç'do të thonë kjo? Unë do shkoj prapë atje ata njerëzit atje. Do shkoj tek pensionistët atje. Do shkoj më tek pensionistët. Dhe nëse unë nuk kam një plan të qartë për 4 vite, si do mbaj premtimin e pensionit minimal në fund të katëve 200.000 lekë, si do ta mbaj? Si do ta mbaj premtimin e pensionit mesatar 400.000 lekë? Natyrisht. Nuk ka rreshti, si rreshti. Do shkoj atje, ku ta çoj fytyrën? Dhe kësaj partisë i duhet një njeri me fytyrë apo i duhet një njeri rreshti dhe pa fytyrë? I duhet një njeri me fytyrë, mendoj unë. Për të shkuar, i duhet një njeri me fytyrë, mendoj unë, për të shkuar atje. Atëherë, duhet ndërtohet një proces dialogu për ato që janë tema të mëdha, edhe të partisë, po edhe të qeverisë, së Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dhe natyrisht, në këtë proces dialogu duhet liri. Liri. Je i fort, nëse i ke dhënë liri të gjithë atyre të tjerëve që janë në jetën llogore me ty. Liri për thënë mendimin e vet, liri për thënë për të prezantuar argumentat e tyre, liri për të propozuar, liri për të kritikuar mbi gjitha. Liri për të pyetur. Se ndodh që kanë bide edhe kur nuk pyetet fare. Nuk ka pyetje, po si mund shkoj tjetri drejt një vendimarrje pa bërë gjë elementare, pa bërë një pyetje. Pra, grupi dhe parlamentin në tërësi duhet të ketë liri. Po liri jo për shrarje, për të fyer. Liri për të paraqitur argumenta e për të mbrojtur argumenta. E pse jo? Edhe për të votuar mbi bazë të atyre argumentave, edhe në qoftë se vendimi politik nuk përputhet me bindjet apo me mendimet e tua.